Ambasadori Amerikan në Tiranë Alexander Arvizu, I cili 2 muaj më parë u njoh nga afër me ambicjen e liderit historik të Partisë Socialiste Fatos Nano për postin e kreut të shtetit në një darkë e cila zgjati rreth 3 orë, ka komentuar sot për herë të parë vetofrimin e tij për të qenë presidenti I Republikës. Në këndvështrimin e kryediplomatit amerikan, ish kryeministri Nano është një kandidaturë që duhet të merret në shqyrtim, pasi ka shumë kualifikime, por sipas tij Shqipërisi duhet një president që shërben me nder, andaj ka edhe kandidatë të tjerë që duhet të garojnë. He seems to have a lot of qualifications. He's expressed an interest in it. Ka ndjekur me vëmendje deklaratat e Fatos Nanos. Ai ka shumë kualifikime. Ai ka shprehur interes për këtë dhe nëse dikush shpreh interes, kjo e vendos atë në një nivel më të lartë se të tjerët. Është ende herë të flitet për këtë proces, por ka shumë qytetarë të mirë që mund të shërbejnë këtij vendi me ndershmëri. Duhet të gjendet njeriu I duhur dhe kjo është sfida më e madhe për këtë vend. Ambasadori Arvizu në deklaratat e tij është treguar I kujdesshëm sa I përket termit të zgjedhjes së presidentit, duke mos përdorur termin konsensual dhe duke kërkuar që emri I ri të jetë fryti një procesi konsultimesh mes partive politike.